Çmimet e prodhimeve bujqësore në Kosovë kanë shënuar rritje gjatë tremujorit të parë të vitit 2026. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, indeksi i përgjithshëm i çmimeve është rritur për 5.8%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritja më e theksuar është vërejtur te prodhimet bimore me 7%, ndërsa edhe prodhimet blegtorale kanë shënuar rritje prej 4.9%. Për të parë nga afër situatën në teren, kemi qëndruar në tregun e Gjakovës, për të parë se si qëndrojnë në Gjakovë çmimet e produkteve të Bylmetit. Ka ngritje të vogël të produktet e fabrikave domethënë, industriale. Para 2-3 muajve do ka ngritje 50 deri në euro për kinë, ndërsa këto fshatet sinicet që vjen, ajo është çaj çmimi pothuajse që 2 vjet e gjysmë nuk ka luajtur fare. Sipas tregtarëve, përveç çmimeve, sfidë mbetet edhe furnizimi me produkte vendore, pasi prodhimi nuk është në nivelin e kërkesës. Te shitja kanë interes për me shit, po te prodhimi është pak mungesë. Se në gjëra tjera që ju kushtojnë më tepër. Aty kanë pak neglizhencë pak. Ndërkohë qytetarët vazhdojnë të përballen me kosto më të larta për produkte bazike ushqimore. Mbetet të shihet nëse kjo situatë do të vazhdojë edhe në muajt në vijim, apo do të ketë stabilizim të çmimeve në treg.